përshëndetje, Ajda, për ju dhe për gjithë shikuesit e televizionit të shtatë, për paraqitemi këtu nga qendra emergjente pranë qendrës klinikë universitare të Kosovës, ku deri rreth para një ore ishte duke u trajtuar Astreti Sufi, dyshuar për vrasjen e dy fish që ndodhi në Klinë një ditë më parë. I njëjti pas ekzaminimeve mjekësore që ka marrë këtu në qendrën emergjente rreth orës 8:30 është sjell me autoambulancë nga qendra e mjekësisë familjare të Malishevës, është sjell për trajtim këtu, ndërkohë pas ekzaminimeve fillestare dhe me që ka qenë në gjendje stabile, është dërguar për trajtim të mëtutjeshëm shëndetësor në klinikën e kirurgjisë abdominale, ku aktualisht po vazhdon edhe trajtimi. Ne kemi parë numër të madh të zyrtarëve polisorë të cilët kanë qenë pranë qendrës emergjente deri në kohën kur ai u transferua për në klinikën tjetër. Kemi biseduar edhe me mjekun kujdestar, respektivisht drejtorin e qendrës klinike e qendrës emergjente, zotrin Aser Syla, i cili ka thënë që gjendja pacientit është stabile, por për trajtim të mëtutjeshëm do të transferohet në klinikën e kirurgjisë abdominale. Këto janë këtë informacionet që kemi marrë gjatë qëndrimit tonë këtu tek qendra emergjente në Çekukë. Mos ju gazetare që jeni të rënë të lëshoheni në informacionet të tilla, por nëse vetëm ke arritur të bisedosh edhe me policin, a ka informacione për plagosjen e të dyshuarit, pra për vrasjen e vëllezërve, si ka ndodhur? Deri më tani nuk kemi marrë një konfirmim zyrtar realisht nga zyrtarët polisorë rreth mënyrës ose se si ka ardhur deri të që i dyshuari është i plagosur, por gjatë ditës po presim nga ata një përgjigje rreth kësaj. Po, natyrisht sepse këto raportimet janë prej më të ndryshme, që mbase ka ndodhur sot gjatë arrestimit ose po gjithsesi presim konfirmime, natyrisht ne vetëm po i përfolim ato çfarë është duke u shkruar në media. Nuk e di nëse ka ndonjë detaj tjetër, je e lirë. Ne të falenderojmë nëse jo, sepse janë më të mangëta informacionet në këto raste. Këto janë detajet. Po, e kuptojmë, e mirë kuptojmë. Faleminderit Arianit.